Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim mbi aktualitetin në vend teksa zëvendës kryeministre Belinda Balluku është pezulluar nga detyra sipas vendimit të gjykatës së posaçme të ndërmarrë ndaj saj, si dhe ka bllokuar pasaportën e kësaj të fundit për mos lëvizur nga vendi. Por çfarë do të thotë ky vendim për zëvendës kryeministren Belinda Balluku, e cila është marrë e pandehur nga SPAK, dhe çfarë pritet pas këtij vendimi? Për të folur për këtë çështje, ne kemi të ftuar avokatin e njohur zotin Kujtim Cakarni. Zoti Cakarni, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën. Kënaqësi. Zoti Cakarni, çfarë do të thotë ky vendim i gjykatës së posaçme kundrejt zëvendës kryeministres Belinda Balluku? Në fakt, kjo nuk do të thotë, nga pikpamje juridike është një normalitet, sepse zakonisht kur personat të cilët ushtrojnë funksionet publike ose rëndësia e veprës penale që atyre u atribuohet, pra në rasti konkret zëvendës kryeministria është me një akuzë konkrete, nuk është në hetim, por një akuzë konkrete dhe marrë e pandehur, dhe normalisht çdo prokurori dhe çdo gjykat do ta pranonte një masë sigurie, siç është ajo e pezullimit nga detyra që quhet masa ndaluese, po edhe masa tjetër shtrënguese, që është ajo e bllokimit apo dhëqjes së pasaportës për mos udhëtuar jashtë Shqipërisë. Kjo që në ana procedurale është një normalitet që bëhet, dhe në fakt për hir të së vërtetës, për që koherent me ju, unë jam nga të paktët ata që kam thënë, jo për çdo një Balluku, por në tërësi për ata që hetojnë për politikanë kështu me radhë, që masat e sigurisë këto janë. Pra, masat e sigurimit për të hetuar një politikan, këto janë, dhe këto në fakt duhet të jenë, sepse standardet e një shteti demokratik, të një kushtetute demokratike, një shtetit të së drejtës, këto janë, që personi të hetohet, padyshim me një masë ose pa masë nuk ka rëndësi, por ai që është në funksion publik, që ushtron funksionin publik, që mund të jetë ministër, nëse nuk ai do riqet, atëherë ati merret masa e pezullimit. Kështu që në kuptim të gjithë kësaj, mendoj se veprimi i prokurorisë posaçme, por dhe gjykatës, sepse ajo ka bërë kërkesën e gjykatë, ka qenë një veprim krejt normal, procedural, për në kushtet që dodet zonja Balluku. Çfarë vjen pas këtij vendimi të gjykatës së posaçme kundrejt zëvendës kryeministres Belinda Balluku? Shiko, një masë shtrënguese, një masë ndaluese është normale, siç e thash, por nuk është se do ketë ajo do hetohet, padyshim që nëse hetimi ndaj saj do të shtrihet dhe do të bashkohen kallëzimet penale që janë bërë ndaj saj, që janë të shumta për hir të së vërtetës, mendoj se do ketë telashe të tjera, sepse me sa dim dhe jemi informuar nga mediat, nga ju, që ndaj zonjës Balluku ka dhe një kallëzim penal që është për Tigrin 1 dhe Tigrin 3 në Vlorë, për të cilin po paguajnë qytetarët Vlonjat dhe ne gjithë bashkë nga 90.000 euro në ditë, kur ndërkohë që këto anije lundruese që do prodhonin energji për shqiptarët, ato nuk funksionojnë. Dhe ky është një abuzim i pasër e asaj afere kontrate, që ishte një kontratë koncesionare, nuk e di sepse nuk jam në brendin të kontratës, që u bë për qoka politike, sepse e dim shumë mirë që ajo kontratë u bë me miratimin ose bekimin ose shtytje po deshët ju dhe influencën e ambasadores të Shtetit Bashkuara zonja Kim, por mos harroj që kemi edhe disa kallëzime të tjera për sa i përket edhe për inceneratorët, për zonjën Balluku, por kemi edhe ajo është përfolur edhe për lejet që ka dhënë për fotovoltaik, por edhe ka dalë edhe tek pronat e ushtrisë. Pra, nëse do shikojmë vendimin e gjykatës që ka bërë sekuestro pronave të ushtrisë, përmendet edhe emri zonjës Balluku në cilësinë e ministres të infrastrukturës dhe zëvendës kryeministres. Kjo që është një tërësi procedurale, të cilat do arrijnë në një përfundim nëse zonja Balluku do t'i shtohet akuzat për kallëzimet penale për të cilat ajo ndaj saj qëndroi ose jo. Nëse këto do bashkohen dhe do hetohen në një të gjitha, unë mendoj se ka për të rënduar akoma më shumë pozicioni i zonjës Balluku. Duke marrë parasysh faktin që edhe zoti Velia u arrestua për 3 akuza apo 4 dhe përfundoi i pandehur me 13 akuza. Kështu që do t'i japim kohë që të shikojmë
ku organi procedues, prokuroria e posaçme, po heton dhe në çfarë drejtimesh po heton për zonjën Balluku përveç aferës së tunelit të Llogaras. Pas vendimit të gjykatës së posaçme, Balluku ka shkuar direkt në zyrën e kryeministrit Edi Rama. Në këtë rast, çfarë parashikoni në aspektin politik? Do të ketë një dorëheqje të saj apo Edi Rama do ta shkarkojë atë nga detyra e zëvendës kryeministres? Nderuar, unë mendoj se politika është moral. Mbas kam në gabim, sepse Machiavelli apo Princi në atë shpjegimin e tij lidhur me sjelljen politike, thotë që politika s'ka moral. Unë mendoj se politika ka moral. Dhe zonja Balluku duhet ta kishte dhënë dorëheqjen që në momentin që ajo paraqit në prokurorinë e posaçme do morë pandehur. Pra, duke mos e dhënë dorëheqjen, i la një shkas prokurorisë që të posaçme që të merrte masën ndaluese siç është ajo e pezullimit nga detyra, por ndalimit të ushtrimit të funksionit publik. Dhe zoti nuk ka zgjidhje tjetër për zonjën Balluku. Nuk besoj se ka zgjidhje tjetër sepse ajo nuk mundet të drejtojë, ajo është e pezulluar dhe shkarkimi i saj është e vetmja rrugë. Nuk ka zoti Rama 2-3 zgjidhje në tavolinë. Ka një zgjidhje, shkarkimin e saj dhe ta zvendçojë atë me dikë tjetër. Kështu që nuk ka alternativa sepse nuk ka lënë këtë mundësi edhe prokuroria. Pra, nëse do ishte pa masë ndaluese, pra të ushtronte funksioni publik, por do kishte një masë shpërnguese siç është ajo e ndalimit daljes jashtë shtetit, heqjes pasaportës, atëherë mund të pretendonte që ta ushtronte funksionin e saj si zëvendës kryeministre. Por në rastin konkret nuk ka asnjë mundësi tjetër përveç se largimin e saj si zëvendës kryeministre dhe ministre të infrastrukturës, dhe zvendësimin e saj me personazh tjetër nga Partia Socialiste. Sipas raportimeve në media, duke u referuar burimeve brenda kryeministrisë, bëhet e ditur se në zyrën e Edi Ramës janë dëgjuar të bërtitura pas mbërritjes së Belinda Ballukut atje. Duke pasur parasysh natyrën e kryeministrit Edi Rama në raport me varësit e tij, por edhe përgjimet që kanë dalë së fundmi, a mendoni se Belinda Balluku rrezikon ta tërheqë dhe ta marrë pas vetes kryeministrin Edi Rama? Dhe në këtë rast është duke u zhvilluar një situatë tensionuar mes të dyve? Shiko, nëse do jetonim në një vend perëndimor ku politika bazohet nga morali dhe llogaridhënia përpara publikut, mendoj se do kishte rënë qeveria. Pra, kryeministri do kishte dhënë dorëheqjen. Në kushtet që ndodhemi ne dhe në një vend si Shqipëria, ku dorëheqja është e pamundur dhe llogaridhënia është inekzistente, mendoj se nuk do ketë fare asnjë ndikim çështja e zonjës Balluku tek qeveria. Padyshim që kjo situatë nga pikpamja analitike politike i bën zoti Rama do ta përkthej si një sukses. Se do thoni ju? Sepse zoti Rama do thotë që drejtësia që bëm ne e re funksionon, duke mos pyetur edhe zëvendësin tim, por në fakt nuk prek mua. Problemi tjetër është që zoti Rama do justifikohet edhe me faktin që nuk do ta zëvendësojmë këtë me dikë tjetër dhe ja vendosëm drejtësisë le të flas drejtësia për të flasur ndonjëherë. Kështu që Rama këtë do mundohet ta përkthejë në kredo politike dhe jo në një llogaridhënie përpara publikut dhe me dorëheqje apo me zgjedhje apo të kësaj natyre. Kështu që nuk do ketë asnjë lloj problemi nga pikpamja e imazhit politik të zotit Rama. Do vazhdoj normal, nuk do thotë më që më kanë ngrënë kumlla dhe dardha pas shpine, sepse e përdori atë me zotin Ahmetaj, por do vazhdoj me retorikën e tij duke glorifikuar drejtësinë që në fakt dhe drejtësinë ai e komandon, që të thotë që funksionon e kështu me radhë bla bla bla. Prandaj që zoti Rama është në atë komoditetin e tij të propagandës dhe do vazhdoj këtë propagandën me drejtësinë e re, ta çoj deri në fund me këtë arsyetimi që unë përmenda pak më parë. Kështu që harrojeni dorëheqjen, harrojeni llogaridhënien dhe harrojeni që mund të ketë ndryshime ose mund të ketë një tërmet politik për shkak të skandalit ose për shkak të masës të sigurisë ndaj zëvendës kryeministrit. Do funksiononte padyshim në një vend
demokratik të botës së ligjit. Ndërkohë mësohet se zëvendës kryeministra Belinda Balluku është nën hetim edhe sa i përket unazës së madhe, pra tenderave që janë zhvilluar atje, por ndërkohë siç është bërë ditur më parë edhe nga SPAK është nisur një hetim paralel pasuror ndaj saj, por edhe ndaj figurave të tilla, siç ishte në rastin e Erion Veliajt. Ju si mendoni cila nga këto dyja mund ta fundos Belinda Ballukun? Shiko, unë do të jem shumë i kujdesshëm kur flas sepse do të flas si avokat. Patyshim që kur hetohesh për këto vepra penale që ke ushtruar funksionin publik, ke vepra të korrupsionit apo të pambarazisë të tendra kështu me radhë, pra kur ti mendoj që ke abuzuar me fondet publike, është e pashmangshme që ti do hetohesh edhe për pasurinë, sepse çfarë kuptimi ka pastaj që ti hetohesh për këtë dhe nuk hetohesh pasurinë. Kështu që kjo është normale nga pikpamja procedurale. Unë mendoj që nuk i futem fare historisë, sepse nuk duhet ta paragjykoj zonjën Balluku për sa i përket pasurisë së saj, se nuk e kam atë të drejtë dhe nuk e di, nuk kam informacion. Por ama është evidente që jo zonja Balluku, por kushdo tjetër në kushtet e një mundësive dhe rëpagave dhe të ardhurave që ata kanë në të gjithë muajin ose të ardhurat e tyre vjetore, mendoj që i kanë përcejnë normalitetin, e ka përcejnë edhe çdo lloj mendimi që ne kemi për sa i përket pasurisë. Ata padyshim që shpenzimet e çdo politikani shqiptar janë shpenzimet të cilat unë mendoj se nuk e justifikojnë për pagat që ata marrin apo të ardhurat që ata kanë. Kështu që edhe zonja Balluku nuk besoj se do ketë përjashtime ku mundet edhe të faktohet, mundet jo, nuk e dim, nëse do ketë të ardhurat jashtëligjshme si përfitime këto nga ushtrimi i pushtetit. Së fundmi janë zbuluar, pra ose kanë dalë në dritë edhe përgjigje të tjera në mënyrën se si funksionojnë dhënia e tenderave në rastin e dosjes së Belinda Ballukut, ku ka dalë në dritë përgjigjet e ish-drejtorit të ARSH-s Ervis Berberi në raport me një biznesmen të caktuar sa i përket caktimit të tenderave. Duke e parë në dritën e aspektit si njeri i drejtësisë, çfarë do të thotë kjo lloj mënyre e komunikimit që vendosen caktimi i tenderave në bazë të njohurve apo në bazë të miqësive? Duhet t'i themi publikut diçka. Duhet që ta kuptoj. Mesazhet, telefonatat dhe çdo lloj diskutimi tjetër nuk janë prova, janë mjeti që të çojnë tek prova. Padyshim, nëse këto kur gërshërtohen ose kryqëzohen njëri me tjetrin dhe arrihet që pas asaj telefonate, pas atij përgjimi ose pas atij mesazhi po deshe ti ka patur veprime konkrete, janë materializuar telefonatat dhe biseda telefonike apo mesazhet me veprime konkrete, qofshin këto me pasuri të luajshme, pa luajshme, me përfitime nga persona të tretë, atëre dhe kjo vërtetohet, padyshim që kemi vepër penale dhe nëse është kështu dhe do i besojmë telefonatave për të cilët apo biseda telefonike, mesazhe për të cilët janë bërë disa prej tyre janë bërë publike, atëre i bën që ato të hetohet për grupi strukturuar kriminal, sepse nëse veprimet kanë qenë në formën e bashkëpunimit, atëherë i bën që kemi një grup strukturuar kriminal. Dhe grupi strukturuar kriminal në bazë të dispozitave ligjore i nderuar parashikon 4 kritere. Kriteret janë organizimi, funksionimi, qëndrueshmëria dhe koshtrirja dhe kohëzgjatja. Dhe kështu që nëse këto 4 kritere përmbushen nga këta, atëherë jemi përpara grupit të strukturuar kriminal. Nëse telefonatat dhe veprimet e zonjës Balluku me varësit e saj kanë qenë të shtrira në kohë, kanë pasur qëndrueshmëri, kanë pasur veprime konkrete, atëre edhe vetë prokuroria dhe gjykata nuk mund ta shmangi këtë vepër penale. Prandaj që unë mendoj se duhet ja lëmë me hetimeve, pra duhet ja lëmë pas vetimore, ne dim shumë pak
ne kemi dëgjuar vetëm disa në media kanë dalë disa pasazhe në kuptimin e përgjimeve, por kur ballafaqohen përgjimet pastaj me provat reale, me ato që disponohen nga avokatët apo nga prokuroria, sepse provat janë ato të cilat provat shkretore që ne i prekim me dorë fizike, që bëjmë krahasimin e telefonatave, atëre mundet të analizojmë më thellë nëse ka vepër penale ose jo. Unë nuk besoj shumë tek organi i procedurës, këtë për shkak të punës që unë bëj, sepse unë kam 3-4 njerëz klientë të rëndësishëm duke nisur nga presidenti i Republikës, për të cilin e njëjta mënyrë u përdor ndaj tij, u hoti bank për pasuri të luajshme, paluajshme në Ghana, në Kenya, ku dëgjon çfarë natyrës, dhe nga hetimi 34 vjeçar që është për zotit Meta, rezultoi një fluks tapuni, sepse zero pasuri të luajshme, zero pasuri të paluajshme. Kështu që e thash këtë gjë për të sjellë në vëmendje të publikut që duhet padyshim që të presim hetimet, të presim hetimet jo vetëm nga pikpamja e organit procedurës, por edhe pse jo dhe të marrin parasysh edhe prezumimin e pafajësisë derisa të flasë gjykata me një vendim përfundimtar të formës të prerë. Unë nuk jam hyrë tek ata avokat që bëj populizëm, sepse populizmi dëmton jo vetëm i jep publikut një ushqim të helmuar, por në fakt realiteti qëndron krejt ndryshe. Nuk po them që zonja Balluku është e fajshme ose e papajshme, por them që është mirë që kur diskutojmë, padyshim të kemi parasysh në mendjen tonë edhe prezumimin e papajësisë derisa gjykata të japë vendim përfundimtar të formës prerë. Zoti Cakrani, duke qenë se tashmë ka rënë Erion Veliaj, por edhe së fundmi Belinda Balluku, kush e ka radhën sipas jush sa i përket raportit të drejtësisë me qeverinë e kryeministrit Edi Rama? Shiko, unë jam i bindur nëse prokuroria për të zbardhur, jo për arrestimet se në gjëra tyre, për të zbardhur rrethanat e të gjithë këtyre fakteve ngjarjeve, sepse ne kemi një ish ministre tjetër që është zonja Krifsa, e cila në momentin që ajo drejtoi ministrinë, po jo vetëm dhe AZBR-n, pati abuzime të mëdha me fondet e taksapaguzëve evropian, siç ishte IPARD-i 2, për të cilën ata kanë bllokuar edhe fondet për IPARD 3 kështu me radhë, ku fermerët shqiptar po vuajnë këto pasoja. Kështu që edhe ajo është një krim shumë i madh, një vjedhje e abuzim shumë i madh nëse do jetë i tillë. Kështu që unë mendoj se nëse nuk thirret dhe nuk pyetet zoti Rama, është kyçi, është njeriu i cili ka votuar qytetarët, po nuk trokitet te dera e kryeministrisë, oficerët e BKH-s, ose nuk e thirrën atë në prokurorinë posaçme, unë mendoj se asgjë nuk ka për të zbardhur, do mbetet gjithmonë e pa zbardhur një ngjarje, një akuzë penale. Kështu që kryeministri i vendit është person i cili mundet të jap informacione të vlefshme, mund të di mund mos di, mund të pyetet për rrethana faktesh, ngjarjesh e kështu me radhë, sepse është ai i cili i ka zgjedhur këta, është ai i cili ka deleguar punën te këta, është ai që ka menaxhuar. Ne jetojmë në një autokraci dhe autokrati është e pamundur që mos i di gjitha veprimet. Zoti Rama ja ka dhënë luksin vetes që edhe ndërtimet mbi 5-4 në gjithë Shqipërinë të jap ai leje. Kështu që kur ai kontrollon gjitha institucionet, nuk ka informacion çfarë bën sponsi i tij ose çfarë bën ministri i tij, kështu që në kuptim të kësaj mendoj se për të zbardhur të gjitha këto afera, që këta janë korruptive ose jo, padyshim që personi që duhet thirrur është kryeministri. Pa thirrjen e kryeministrit është e pamundur që hetimi të jetë i plot dhe gjithë përfshirë. Por nuk është një habi e madhe si thirrje zotin Berisha prishë janari që ka dieni ose s'ka dieni për rrethanat e ngjarjes, kështu që mund të thirrësh edhe kryeministrin shqiptar për gjithë këto afera korruptive, sepse drejt që ta marrin, ikën arratiset një zëvendës kryeministër, arrestohet një ish-ministër shëndetësie, me përgjegjësi penale një ministër tjetër, gjithë këta drejtorishë e kështu me radhë, së fundmi ju arrestua ministri brendshëm dikur atëre, tani zëvendës kryeministria merr përgjegjësi penale për afera çmendurisht të mëdha, padyshim të paprovuara se do i provojë gjykata me vendimin e saj, por akuzohet. Dhe kryeministri padyshim duhet të është njeriu i cili duhet të pyetet.
Ky është normaliteti I veprimeve hetimore e një prokurorie të pavarur. Zoti Cakani, dhe I pyetje fundit, si mendoni sa rrezikon Edi Rama nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke qenë se një prej miqve të tij, të cilën e priti dhe në kryeministri, siç ishte Luftar Hysa, është vendosur në sanksione së bashku me familjen nga Shtetet Bashkuara të Amerikës sa I përket luftës kundër trafikut të drogës, duke qenë se ai dyshohet se është bashkëpunëtor I kartelit Sinaloa në Meksik. Shiko, kjo është një çështje që është përfolur dhe më parë. Zoti Rama edhe në emisionet investigative që ka patur Rai 3 apo jo vetëm, po edhe Arte së fundmi, një televizion europian, Zoti Rama e ka pranuar takimin dhe dhënien e lejes së licencës për zotërinë në fjalë. Problemi qëndron që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, zoti Trump është I vetmi president që ka shpallur luftë karteleve. Dhe padyshim që ata të cilët janë të lidhur me kartelet do kenë pasojat e tyre për sa I përket me marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Duhet të kuptoni diçka ju mediat që ne kemi afërsisht mbi 10 muaj që kur është ndryshuar administrata e Shteteve Bashkuara, që Shqipëria I ka marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara zero, përveç se prokuroria e posaçme, prokurorët Zoti Tumani që ka shkuar një herë apo dy herë në departament të shtetit, ose ka ardhur edhe një të dërguar që kanë shkuar në SPAK, kanë takuar madje këtu edhe opozitër dhe disa personalitetet e Partisë Socialiste, por jo kryeministri Rama dhe asnjë bashkëpunëtor të tij në kuptimin e ngushtë, por ka takuar zoti Peleshi, sekretar I Kuvendit. Dhe ky menjanim dhe kjo ftohtësi që kanë Shtetet e Bashkuara me zoti Rama, unë mendoj se është një hall shumë I madh që ka zënë zoti Rama, por kjo nuk është halli për të, është halli edhe gjithë shqiptarëve, sepse fundi fundit ne jetojmë në këtë vend, jetojmë në këtë republikë dhe nuk është mirë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta shikojnë kryeministrin ton ose në mendimin e tyre të pashprehur, ta analizojnë atë si një njerëz të lidhur me krimin e organizuar. Se kjo është fatale dhe do ta dëmtonte shumë imazhin e Shqipërisë. Gjithsesi, unë sot mund ta them në analiza e fakteve që sot Shqipëria me Shtetet e Bashkuara të Amerikës I ka marrëdhënie krejtësisht inekzistente. Këtu nuk ka ambasador, këtu nuk ka ardhur një zyrtar I lartë, këtu nuk ka ardhur një shënjurimi qoftë për zgjedhjet e 11 majit apo një urim e kështu me radhë, nuk e di nëse do ketë një urim për sa I përket ditës së flamurit, datës 28 nëntor që vjen pas disa ditësh. Gjithsesi situata me Shtetet e Bashkuara është shumë kritike dhe unë mendoj që zoti Rama nuk I ka mirë punët me Shtetet e Bashkuara, me politikën, por besoj dhe me drejtsinë amerikane. Zoti Cakani, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve, kënaqësi si gjithmonë. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.